Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni me diabet, një gotë nga kjo ulë sheqerin në gjak në kohë rekord. Përdorimi i insulinës dhe medikamenteve duket i paevitueshëm për njerëzit të cilët janë të diagnostikuar me diabet. Me kalimin e kohës, niveli i triglicerideve dhe i tensionit të gjakut tek personat me diabet rritet ndjeshëm, duke nxitur kështu përdorimin e një sër medikamenteve të cilat shkaktojnë dëme në organizëm. Të dhënat tregojnë se një regjim specifik ushqimor, i cili përfshin fruta dhe perime të freskëta, është efikas. Regjimi i shëndetshëm ushqimor kundër diabetit. Konsumoni fruta dhe perime të plota ose të shtrydhura. Ne ju sugjerojmë që t'i konsumoni ato të plota pasi sasia e frutave në lëngje është më e madhe dhe si pasojë edhe sasia e sheqerit. Ju duhet një vullnet i fortë i cili duhet të jetë me një përkushtim të plot për shkak se përfitimet që ju do të keni janë vërtet të mëdha, por duhet të ndiqni një regjim të pasur ushqimor. Konsumoni gjithmonë ushqime të shëndetshme, pasi fal nivelit të ulur të sheqerit në gjak, ju humbisni edhe shumë në peshë. Regjimi me ushqime të freskëta dhe njëkohësisht të pagatuara do të vini re që do t'ju transformoj tërësisht. Në rreth 4 muaj, ju do të arrini që të normalizoni tensionin, peshën dhe trigliceridet. Të gjitha këto arritje falë zgjedhjeve të shëndetshme dhe jo ilaçeve. Sipas të dhënave, një nga lëngjet më të rekomanduara është një kombinim fitues për shëndetin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 kivi, një grusht me spinaq, ose sipas dëshirës e zëvendësoni spinaqin me kale, lëpjet ose pazi, 2 banane, 2 moll, gjysmë litri ujë dhe gjithashtu hidheni të gjithë këta përbërës në një mikser dhe përzieni së bashku. Më pas shtoni ujë dhe përzieni sërish. Pini rreth gjysmë litri të lëngut në mëngjes dhe pjesën tjetër gjatë ditës. Në qoftë se ju ndiheni të uritur, hani fruta, sallata dhe njëkohësisht peshk ton, sepse trupi juaj do të ketë nevojë për vitaminën B12. E bukura e këtij regjimi është se nuk do të ndiheni të uritur. Truri dhe trupi e merr të gjithë informacionin që i nevojiten në gjak, ku edhe gjendën ushqyesit më të dobishëm. Gjithashtu, diabetikët kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumohen në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet edhe sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje dhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kur të vërtet. Këtu futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve mund të ndihmojnë në trajtimin natyral të diabetit dhe më konkretisht lëngu i tyre. Ndaj ju ftojmë të dëgjoni këtë video për të mësuar të gjitha këshillat mbi këtë çështje. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitamin A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrot mesatare përmban 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët gjithashtu thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh edhe në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin që të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A, nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu duhet të dini se fibra është po ashtu e rëndësishme për të ulur dhe për të parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini ju lëngun e karrotave?
Megjithëse kanë një shije të ëmbël dhe mund t'i konsumoni pa rrezik në qoftë se vuani prej diabetit, por e gjithë çështja qëndron në mënyrën e duhur. Lëngu i karrotave do të përmbaj sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrej nivelet tuaja të sheqerit në gjak. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë që të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh të cilët njëkohësisht mund të ndikojnë në pigmentin e lëkurës tuaj. Gjithashtu, lëngun e karrotës mund ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja mund të bëni një kek. Receta e duhur për diabetin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota, 200 gram moll të kuqe dhe njëkohësisht 200 gram moll jeshile, 20 ml lëng limoni, si edhe 20 gram xhinxher. Pritini të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni dhe më pas ruajini të mbyllur në frigorifer ose mund ta konsumoni atë menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët përtej diabetit do të ndihmojë që ju të aktivizoni sistemin tretës, rregulloni presionin e gjakut dhe të forconi shikimin. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë atë siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptomash siç është ndërprerja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Dritrat e plota ose buka e elbit. Buka prej elbit dhe ajo prej drithit të plot kanë një nivel të ulët glicemie. Ato janë të pasur me fibër e cila ngadalëson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rruzh dhe moll. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por njëkohësisht niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të ulët glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rruzh dhe moll kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti i tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë të glicemisë, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasura edhe me ushqyes. Gjithashtu duhet të dini se kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit dhe mbi të gjitha, kosi i bërë në kushte shtëpie ka një nivel të ulët glicemie. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka një nivel fare të ulët të glicemisë dhe ka pak gjasa që të shkaktojë luhatje në nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu tërshëra përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe njëkohësisht duhet të dini që diabetikët duhet që të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e papërpunuar të tyre, sepse janë të pasur me fiber dhe kanë një nivel të ulët të glicemisë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.